Pak orë para nisjes së protestës së opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri apel të gjithë qytetarëve të bashkohen sot në bulevardin Dëshmorët e Kombit kundër kryeministrit Edi Rama, duke hequr paralele me 20 shkurtjen e vitit 1991, kur qytetarët rrëzuan shtatoren e diktatorit komunist Enver Hoxha. Berisha ftoi qytetarët të bashkohen për të rrëzuar qeverinë e drejtuar nga kryeministri Rama. Ftesa ime për mbar shqiptarët në një uragan të fuqishëm që Tirana nuk e ka parë nga 91-shi, të bashkohemi për të firmosur së bashku fundin e këtij regjimi. Kryetari i Partisë Demokratike ju kundërpërgjigj dhe policisë, e cila sqaroi se nuk merr përsipër mbarvajtjen e tubimit për shkak të molotovëve që janë përdorur në protestat e kaluara. Protesta është paqësore. Ne organizojmë vetëm protesta paqësore. Dhe ne kemi platformë këtë. Por a do të hidhen molotov sot në protestën e Partisë Demokratike? Nuk i organizon Partia Demokratike. Pse shifri ju ato inskenimet e Ilirian Prodz që i pregatisin në zyrat e policisë dhe japin si foto, nuk i hanë kush ato. Protestë e fundit ishin policia që hidhte mjete piroteknike kundër opozicës. U kapa me filma. Ndërkaq, Berisha shmangu komentet për pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama në ceremoninë e Bordit të Paqes. Ishte takim ndërkombëtar i Bordit të Paqes. Shqipëria në hallën e saj të madh nuk kish me këtë përfaqësohej, masi Harami është sklav i Edi Ramës dhe nuk ashtu. Shkoi Edi Rama dhe ju e pat vetë. Protesta e opozitës sot në orën 18 shënon protestën e 4 kombëtare kundër kryeministrit Edi Rama.